Drejtori për çështjet e Evropës Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore është shprehur gjatë një interviste për agjencinë serbe të lajmeve Tanjug se duhet të përmbuschen të gjitha kushtet e marrëveshjes së Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë. Ai shpreson se deri në fund të javës Kosova dhe Serbia do të gjejnë zgjidhje edhe për çështje të tjera të hapura. Kjo është një fazë e veçantë dhe mjaft e rëndësishme e dialogut, ka theksuar Moore. Ai është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin Serbinë, por vazhdojnë të përcjellin të njëjtin mesazh si edhe Bashkimi Evropian, pra duhet patjetër të përmbushen të gjitha kushtet e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është e qartë se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet, ka deklaruar diplomati amerikan duke shtuar se duhet të zgjidhen tema të ndryshme. Të dy delegacionet duhet të bisedojnë, për shembull për gjyqësinë, për atë çka do të bëhet me gjykatën në veri të Kosovës. Kjo është një nga temat kryesore, ka shtuar mëtej ai. Jonathan Moore është shprehur se më 13 dhjetor në Bruksel do të zhvillohet një takim tjetër midis kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi, ku do të marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë që gjithçka të përfundojë deri më 13 dhjetor dhe Kosova e Serbia të marrin vlerësime pozitive nga Këshilli i Evropës, ka përfunduar Jonathan Moore.